Ai zoti dhani nuset më. Do t'ja u tregoj edhe një rast me që u rrok rasti i trive. U rrok rasti i trive. Do t'ja u tregoj një ndodhi që ka ndodhur në kohën e tabinëve. Një djalë i ri do në minimu nënës 10 milion. Fëmijë i vogël. Edhe nuk mund e mbrin, si me thonë, aty nalt su duperin me kop me qelë rubinetin milion. Edhe s'mund e mbrin aty, qa bon e kop frigoriferin e qelë, frizin. Edhe shishja ujt, ka do me qenë, pap, i plaset për dysheme shishja, bot uja, qupë, edhe tash kjo non besimtore, si atëshme, qka bon me athmi? Ti shkon me nëne ju, ose me gru ju në kështu, o, të rëft, kështu. Në shtyre nejt, sa shqopën, për qka bon e më në kështu? Amo, jo, kjo non qka boni? S'kona mu. Tha, jo le, qka do shte me? Ua non, tha, do shte me të një milion. Tha që nëmës, tha tjera herë, tha kur dush milion, tha e marrësh qatë karikin që të pak, ta ka e frojsh pak, ta mundësën me konë pak ma nën, ta qenë një grunetin edhe i lanet. Pra nëna tona, edhe na si baballar, duhet i mësojnë të minë tonë. Pastaj edhe një rast tjetër. Tregon një rast një besimtar, thot, kur nuk kam pas rastin ta kem për gdhelin e babes tem. Erdhi thot një ditë, unë luja futboll, thot. Erdhë stadion, thot, u mendova që erdhë, baba e me mpo ka luj futbol. E u kënoha që jashtë nëse, po bën baba me mpo të lu. Po më shmën talentin tem, aftësin time. Dhe, qka ndodh aty? Hy vjen edhe shë, nuk vjen me po djallin e vetë, po janë njësë pinë cigare, edhe full me njonin, bën një farë biznisi, kish pas biznis me të rastësisht, i shkon takun stadion edhe shkon. Ky djalli, kur e shë babën e vetë, fillon me lu ma forte me bo finte e sene, bam. Kur e shë babën e vetë që s'pe shë hiq baba e vetë as që e thonë këta s'pe arras hiq, e qka bon del, tak, edhe qka ndodh, subhanallah, thot, vërtet thot babë du shumë, thot, po as njëherë thot, nuk më dhe motiv për jetë. Fëmijët tonë kanë shumë ondra, djemë tonë kanë shumë ondra, qikat tona kanë shumë ondra, mos ja u shtyp ondra fëmijëve. Leja ta të ndrojnë, sepse ato ondra do të bënë projekte të ardhme. Hoxhallarët ku të regojnë raste ndryshme, dhe kemi pasë ondër, thot me studiu në Sham, ose në Damask, ose në Siri, ose në Egjipt. Disa thonë kom qef me me doktoru për shkencat kompjuteritke në Harvard. Letë ndronë. Njonit kishin pas thonë qysh i vogël i kishin thonë doktor. Edhe ta i tonë jetër kish menu që doktor ka mu ba. Për një me ish bo në të ardhën doktor. Se tu i dhonë ambicje, tu i dhonë vullnet. Muhamedi a.s. ishte njëri më optimist e më. Duhet ju jepim vullnet njerëzit tonë. Mos që akutim shpresat. Ka mundësi një pyetje? Po.